Bismillahirrahmanirrahim. Duhet me pas parasysh që haku prindit është shumë i madh. Duhet me pas kujdes që me prind shumë lehtë të fitojmë xhenetin, po Allah na ruajt edhe xhenemin e fitojmë. Por që ata sot do që të bëjsh vepra të mira, po nëse prind janë të dhrumë me ty, ta kish me dije që zore ki me fitu xhenetin. Për këtë arsye, në kohën e pejgamberit alayhis salam, vinë disa shokë të tojnë i dërgumi Allahut, filan sahabiu, filan shoku nuk po mundet me shqiptu shahadetin në momentet e fundit të jetës. Pejgamberi alayhis salam e kupton më njëherë që defekti është dikun tjetër. Pse s'pi lejohet atij që me shqiptu dëshmin në momentet e fundit të jetës. Edhe po thot pejgamberi alayhis salam, shkoni dhe pyetni nonën e tina se çush i ka raportet me vladin e vet. Kur shkojnë me pyet nonën, nona e kthen këtë përgjigje tjetër. Bëhet sikur s'pe merr vesh çfarë pyetje pja shtrojnë. Pejgamberi sa prapë i thotë shkoni pyetni thotë çush i ka raportet ai me nonën. Atëherë nona e kupton se çka pe pyet pejgamberi sa, edhe thotë nona, vallahi dërgumi Allahut, kreti ka pas punë të mira, është fale, namaz, Ramazan, kreti këto i ka pas, po e ka pas një tmet djalë jam që kur ka ardhur, kur i ka pru diçka familjes vet, gruz dhe fëmijëve, e ka shtit tin zameje. Ato sani i ka qumë shef, i ka vequ grujen dhe fëmijët, ndërsa mu më kalon të fundit. Atëherë pejgamberi sa më thëtë, këto është defekti pse ai s'po mundet me shqiptu shahadetin. Se nona, zemra e nonës nuk ja ka bo halal, nuk është e kënaqur me ato. Atëherë pejgamberi alayhis salam thëtë merrni ato që është në momentet e fundit të jetës, dheznë një zjarrun të madh, edhe qitë në zjarrën, që me pastru për ati gjunoj që e ka bu. Kur dojnë me qitë në zjarrën, zemra nonës apet zbudet, apet falë, apet më shiron, fet nona, fetoj dërgumi Allahit, fet ja kum bo halal. Halal e ka pej meje. Momentin që nona e bën halal, aje shqipton shahadetin, edhe kalon në ahiret. Pa halalin e prindit është problem me fitu xhenetin. Për këtë arsye, vjen njëherë një gru e varfne me dy fëmijë, te Aisha gruaja e pejgamberit alayhis salam. Fukare, lot. I thot Aishës që 3 ditë sa ngoj s'kemi shti. Që 3 ditë buk mbar tunin s'ka hit. Jemi vdek tunit. Të takimin na dhon diçka. Aisha gruaja e pejgamberit s'ka pas kur veç 3 hurme i ka pas. Veç 3 hurme. Edhe jap 3 hurme. Nona i merr 3 hurme, një jap një fëmijës, një jet për vetin. Po fëmia tun i hajnë shpejt hurmet. E tash kjo që i ka metë në dorë nonës, tu desh me e qute e goja, fëmijët pekqyrin. Pekqyrin edhe shtomja ma. Atër që bën nona, e merë e donë gjysë dhe jabë 2 fëmijëve, vetë nuk kanë heqë. Kër i tregon Aisha pejgamberit, a sami thët pejgamberi Aishës, tregoj të të përgëzoj atë nonën në tyne që Allah gjëshonu për shkak kësaj që e bori kësaj të vepre, Allah gjëshonu e ka falë gjinohat. Inshallah Allah në e bën nasib që me dalë për kësaj dynjaje, e prind tonë duke konë të knaqër me neve dhe të na i bo halal, e Zotin na i bof nasib me e fitu xhenetin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.